Për të gjithë ju miq që më keni pyetur sot ditë raport me video e publikuar pak më përpara dhe më pyesni me të drejtë që pse si ka mundësi të ndodhin këto dhe si ka mundësi që shteti nuk reagon. Ajo që duhet t'ju them është që nuk lidhet situata drejt me shtetin. Në rastin e fatës, shteti ka reaguar dhe madje ka reaguar nëpërmjet disa shkresa. Por sa i takon analizës së parë që lidhet me pjesën që pse ne jemi detyruar të kërkonim KKDA-s të zgjidhte këtë çështje, dua të sjell vëmendjen tuaj në shkresën e parë që vjen nga Ministria e Kulturës, e cila thotë që agjencitë duhet të pranojnë kërkesën e fatës sipas licencës, e dyta në rast se ato nuk e gjejnë gjuhën, duhet i drejtohen KKDA-s. Por cilat janë argumentat kryesor që Ministria përmend në atë shkresë? E para lidhet me ekzistencën e një vendimi të Këshillit Kombëtar të Drejtës së Autorit të vitit 2017, i cili ka qenë në fuqi për të zbatuar deri në gusht të vitit 2025. Pra, do të thotë që deri në gusht të vitit 2025, deri në daljen e vendimit të KKDA-s, kishim një rregullore tjetër që funksiononte në lidhje me shpërndarjen e këtij shpërblimi. E të ndryshe, ishin parashikuar që televizionet, kinemat, hotelet, për ambientet ku kishin televizion, detyroheshin të paguanin për agjencinë audiovizuale. Pra paguanin suada dhe suada duhet i dërtektote agjencia e audiovizualit. Por çfarë ndodhi? Siç e kemi thënë, agjencia e autor kërkoi dhe pretendoi pavarësisht se licencën e saj nuk kishte të përcaktuar audiovizualin, kërkoi të ardhura nga audiovizuali. Dhe vetë suada, disa agjencia atje vendosën të mbështesin pretendimin e Alba Autor, në këtë mënyrë bllokuar të ardhurat që i takonin audiovizualit dhe për këtë arsye, sipas edhe rekomandimeve të Ministrisë, ne i drejtuam Këshillit Kombëtar të Drejtës së Autorit që të gjithë e dimë pas se si u shpreh. Por, një element kryesor që Ministria përmend në atë shkresë lidhet me elementin dhe përgjigjen nga Autoriteti i Mediave Audiovizuale, i cili cilëson shprehimisht se transmetuesit, pra shëmat transmetues, mund të jenë dhe ritransmetues, por dhe ritransmetuesit mund të jenë dhe transmetues. Dhe këtu Autoriteti i Mediave Audiovizuale në përshkrimin e saj cilëson se edhe vetë veprimtaritë që lidhen me IPTV OTT në veprimtarinë e tyre mund të kenë transmetimin. Dhe konkretisht, OTT mundet të krijojnë kanalet të tyre, IPTV mundet të krijojnë kanalet të tyre, ato të gjitha mund të krijojnë kontent të tyre IPTV, dhe të gjitha mund të krijojnë kontent të tyre VOD, pra që është tagër ekskluziv i autorëve të audiovizualit. Pra vetë Ministria në këtë shkresë i tregon sportelit unik të drejtës së autorit dhe agjencive të cilat nuk ju takon të mbledhin nga audiovizuali që të mbledhin vlerën për audiovizuale. Pra, në të gjithë këtë moment kemi një reagim të Ministrisë. Ajo që të gjithë pyesim është çfarë bën suada ose agjencinë Alba Autor ose agjencitë të tjera më të fuqishme se Ministria. Pra kjo është pyetja që të gjithë pyesin. Unë e di që në fund të hetimeve që vën prokuroria aktualisht do të dalë se përse mendon suada që është mbi Ministrinë. Pra po flas suada, nuk flas vetëm për pjesën e asaj si strukturë, po flas për të gjithë antarët e saj, të cilët nuk mundohen të vendosin kushte dhe rregulla mbi ligjin. Ajo që pjesë tjetër që është shqetësuese është që pse vetë Këshilli Kombëtar të Drejtës së Autorit ka vendosur të fshijë, të zerojë
vendimin e mëparshëm të drejtës autorit, duke ndërhyrë në pjesën e organizimit të brendshëm të agjencisë. Në rastin konkret të agjencisë PAD. Pra në rastin konkret nuk kemi një ligj të ndryshuar, në rastin konkret nuk kemi një udhëzim të ndryshuar për KKDA dhe nuk kishte arsye që pse KKDA-ja të ndërhynte deri në këtë pjesë. Dhe kjo është ai ndryshim i cili ka sjellë sot një pengesë të madhe për transmetuesin, një pengesë të madhe për kinemat, një pengesë të madhe për të gjithë ata që duan të shfaqin filma, sepse nuk janë më të sigurt juridikisht me këtë veprim që ka bërë KKDA-ja, në mënyrën se si e zbaton SUADA, se si ata, cilat janë rregullat që ata duhet të zbatojnë korrektisht të drejtën e autorit. Për këtë arsye, unë mund të citoj edhe shkresën, por në mjerë kur jap datën, mund të publikoj edhe fotot asaj shkrese me numër protokolli për cilat ju të jeni bindur se në rastin konkret kemi një ministri që ka reaguar jo vetëm për kaq sa folëm, por edhe më vonë, ne do i citojmë të gjitha edhe vonë, duke ilustruar pjesë të videove. Por pyetja kryesore është çfarë do të ndodhë kur ne jemi brenda një koncepti dhe një fakti të pakundërshtueshëm se agjensitë kanë mbledh lekë jashtë tagrit që ato kanë me licencë. Pra çdo të ndodhte nëse ne si agjenci FAD që përfaqësojmë regjisorin, skenaristin, drejtorin e fotografisë, piktorin, kostumografin dhe të tjerë bashkëautorë të audiovizualit të vendosin dhe të mbledhin të ardhurat për librin, autorin e librit. Pa çfarë do të ndodhte? Nëse ne statutin tonë shtonim të pikë, do dilni në treg për ta mbledhur dhe të situasi. Pra misteri na thoshte ju s'mund ta bëni sepse ju nuk e keni këtë tagë. Por që çfarë do lloj rasti, ne jemi të bindur që ministria ka në momenti të reagoj, por shpresojmë të mos vonohet më shumë se sot. Gjithashtu, të jeni të bindur se me sa duket ministria po jemi keqardhje për të hequr dhe pezulluar licenca të agjensive të cilat po mbledhin të ardhurat të cilat nuk ju takojnë para, janë jashtë tagrit të licencës. Dhe kjo është ajo që përton ka sjell pasoja për konfuzion të tregut audiovizual. Për çdo lloj pyetje ju mundet të bëni pyetjet tuaja dhe gjithashtu do të sqarojmë dhe të ilustrojmë përsëri me përgjigjet e ministrisë për shkresat që lidhen me pjesën e dytë dhe të tretë të videos son të parë që kemi. Ju përshëndes.